që trëmbi even at Rambouillet. është e qartë dhe në Rambouillet, që ai është kërcënuar drejt për së drejti. Nëse nuk pajtohej me kërkesat e komandantëve të zonave. Po ishte dhe sjellja e tij në përgjithësi e qartë. Mënyra se si ishte shumë i kujdesshëm sa u takon marrëdhënieve me udhëheqjen e lëvizjes së UÇK-s, sikur se thash pak minuta më herët, në profesionin ton, ne nuk kemi qasje asnjëherë në informacione të plota. Ne thjesht nxjerrim disa përfundime, të cilat i bazuar në çka kemi parë, çka kemi dëgjuar, po dhe bazuar në përvojën tonë jetësore. Unë kam qenë në situata të ngjashme me luftëtar, edhe me element keqbërës, edhe personat që shfrytëzojnë këto mundësi për të përfituar nga dhuna. Dhe unë pash një djalë 30 vjeçar ambicioz, funksionar politikan do ta thoja më saktë. Dhe e thash, nuk është ky ai person. Pyeti, zoti Kovi, ju thatë që ishte dhe sjellja e tij në përgjithësi, pra zoti thatë që vetë nuk ua ka thënë që kishte frikë nga një person konkret apo nga komandantë të zonave. Përgjigje, jo, absolutisht. Nuk e lejon krenaria një person ta thotë diçka të tillë, kjo është e vetëkuptueshme. Absolutisht nuk na befasoi diçka e tillë. Ne e ndjem, e pam vetë, konstatuam vetë diçka të tillë. Në ditët e para, të bësh një deklarat të tillë ka një rrezik të madh. Rrezik politik shumë të madh madje. Po dhe rrezik personal. Edhe unë këtë e njoh shumë mirë. Këtë e di shumë mirë pra, nga ambientet apo nga vendet ku kam qenë pas një konflikti. Personat që bëjnë komente të tilla të paqta vuajnë prej tyre. Pra të bësh një deklarat të tillë në ditët e para pas luftës nuk ishte me mend. Edhe komente të këtij lloji janë bërë disa herë. Pra, nëse po e bënte ai këtë thjesht për kredibilitet, të na tregonte ne që shiko se unë thash gjën e duhur, atëherë ne do ishim shumë skeptik. Por, është e qartë që ai i tha këto publikisht disa herë ditët e para. Dhe mua më duhet të them që për ne aso kohë kjo ka qenë befasi. Edhe sigurisht që ne mirëpritëm diçka të tillë.